E ndërkohë që dita jonë do të vazhdojë me gatimet e ditës së sotme, do të shkojmë te Katerina sigurisht, që është gati dhe merr një pozicion kështu, është duke bërë një gjë. Sa them unë te Katerina, hop drejtohet. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur. Plot që gatjeze, plot pjesat. Plot, jemi shumë mirë. Mirë? Jemi shumë mirë, kështu që duhet të përshëndesim dhe anvisat. T'ju urojmë si gjithmonë një ditë bukur dhe t'i ftojmë të te këndi Joni Gatimit për të treguar recetat që do përcjellim për ato sot. Dhe çfarë do të bëjmë? Faktikisht sot do të bëjmë receta të thjeshta, edhe këto sot prapë të thjeshta, më mirë akoma. Edhe ekonomike, edhe të shëndetshme, por edhe të shpejta faktikisht si gatimi. Pra, atë që kemi thënë gjithmonë, jemi akoma në pranverë. Kështu që në pranverë sigurisht që kemi angjinare. Edhe më ka ngelur kjo puna e recetës angjinareve, sepse është një nga recetat e mia të preferuara dhe është një recetë më e shëndetshme e pranverës. Përveç se këtyre bishtajeve të tjera, por që angjinaret janë shumë të shëndetshme, kanë shumë vlera ushqimore dhe janë shumë, domethënë, kuruse dhe për ata që kanë probleme me shëndetin, qoftë diabetikët, qoftë ata me kolesterolin, e shumë gjëra të tjera. Pra është një ushqim që zvendëson mishin, domethënë që mishi nuk është e themi neve, po është që ka të proteinë e shëndetshme, ka vitaminat, ka kalcium, ka shumë gjëra. E kuptoj. Kështu që do të bëjmë angjinare dhe për të përgatitur këto nuk duam shumë gjëra, sepse vetë angjinaret janë kaq shumë të shijshme që veç se me qep të njoma, me hudhra të njoma, me kopër majdanoz, krip, piper, vaj, janë domethënë më të mirat nga të gjitha llojet që nuk ka nevojë që nuk ka nevojë që të nuk ka nevojë që të 3 minuta. I prezantojmë kështu pam dhe fillojmë. Ashtu, tani për recetën të dytë neve do të bëjmë një kungullore, themi neve, kjo është kungullore me kunguj. Prandaj dhe quhet kungullore sepse është e kripur, bëhet dhe ëmbël, bëhet edhe e kripur. Që unë do ta bëj me gjizë, me djathë, çfarë mund të keni, mund të bëni vetëm me gjizë, mund ta bëni vetëm me djathë, çfarë mund ndodhet juve në shtëpi. Pak qumësh, pak kos, pra si thua është diçka domethënë me bulmet brenda, oriz ose 2-3 lug oriz ose 2-3 lug miell, mundet akoma mund të shtoni dhe nga këto si thua quinoa ose mix domethënë gjëra të tilla nëse ju ndodhen në shtëpi dhe nëse doni ti shtoni sigurisht që shkon edhe bëhet akoma edhe më plot edhe mirë. Gjithashtu edhe vezë, 2-3 kokra vezë, varet nga madhësia e vezëve. Dhe për recetë të tretë kemi përzgjedhur patate jahni themon, të cilat do t'i bëjmë me ullinj. Pra, do të kemi qep, ullinj, domate pure dhe vaj, krip, piper. Pra këto, në fund fare në një majdanoz të grill hollë, domethënë për ta serviru. Kaq, shumë pak, por ulliri është ai që do të japi një shije të veçantë jahnis me patate. Interesante. Nuk e mendoja që mund të përgatitej kështu një pjatë me kaq pak përbërës del shumë e shijshme. Do ta shohim në vazhdim. Me çfarë do nisim ne tani? Atëherë neve mendoj që të nisim këtë me këtë kungullore. Siç e shikoni unë i kam grirë në rende këto kungujt dhe kam mbajtur një për ta treguar. Nuk ka nevojë kungujt e njom tani, nuk ka nevojë që të bëjmë edhe këtë, si thua. Kjo bëhet zakonisht kur neve i skuqim dhe kështu që të jetë më të buta pjesa e brendshme. Kështu që tani në momentin që i duam për të grill, nuk ka nevojë që edhe ta bëjmë këtë veprim. Fillojmë me një herë me grirje në rende të imët. Në rende unë e kam bërë në rende të imët, por sigurisht që mund ta bëni edhe në një rende tjetër të zakonshme. Pra një, si thua, grirje të tillë. Dhe tjetra që unë bëj te kungujt e njom, se shumë zonja i shtrydhi dhe i heqin një pjesë të lëngjeve. Gjë që nuk është e nevojshme për të hequr ato lëngjet nga kungulli, sepse neve do të shtojmë këtu edhe lëngje të tjera, jo qumësht, prandaj shtohet edhe orizi brenda ose mielli, që mos të bëhet, domethënë ajo heqja e lëngjeve. E kuptoj. Dhe nuk shoh që të ketë edhe lëngje të tepruara. Pra, gjëja e parë që do të bëjmë për këtë recetë është të grim kungullin, imët. Ja, kjo ishte. Okej. I heqim këto. E kryem dhe këtë punë. Ndërkohë që, unë mendoj të shohim pak recetat në ekran. Ti lexojmë pak, ti shohim të shkruara, ti japim mundësi të mbani shënim. Sipas radhës që Kati na i prezantoi, janë argjinare me hudhra e qep të njoma. Na duhen 8 argjinare, 2 tufa qep të njoma, 1 tuf hudhra, 2 tufa kopër, 1 tuf majdanoz, vaj, krip dhe piper. Receta tjetër që do sjellim sot tek ju është kungullore e kripur dhe me këtë e kemi nisur punën. Na duhen 4 kungulleshka
3 vezë, 1 filxhan qumësh, gjys filxhani kos, 300 gram djath ose gjiz, 3 lug miell ose oriz, vaj, gjalp, krip, piper. Edhe tjetra që ka pak përbërës, patate jahni me ullinj, 5 patate, 1 qep, 1 filxhan pure domatesh ose 1 lug sals, 150 gram ullinj, vaj, krip, piper. Do i kthejmë prapë, nëse ju duke se i heqim shpejt dhe s'keni mundësi t'i mbani shënim, ne do t'i rikthejmë përsëri, edhe tani, edhe më vonë, edhe kur gatuajmë, edhe kur t'i mbarojmë. Shumë mirë, Anila. Atëherë të dashur Anvisa, ky është, domethënë janë kunguj të cilat i kemi të grira në rende. Fillojmë dhe shtojmë këtu, nëse ju ndodhet kos, mund të shtoni kos, qoftë zakonshëm ose kos të kulluar. Çfarë mund të ndodhet juve në shtëpi? Këtu kam oriz të cilin e kam të lar, 2-3 lug oriz të mu, lug të supës, që duhet me patjetër të jetë i larë. Do të shtojmë pak piper të zi, pak krip, sepse kemi krip dhe në bazë të kripës që neve kemi nga djathi, duhet të hedhim edhe sasinë e kripës që do të na duhet. Një përzierje tani këto. Të gjitha së bashku. Tjetra tani do të shtojmë edhe djath edhe gjiz kam unë këtu. Djathin si që shikoni e kam kështu në copza të mdhaja. Edhe juve kështu bëjeni, mos e hidhni. Do me thënë mund të merrni 3 me djathi për të përgatitur këtë lloj recete, nuk është e thënë që të marrim një djath. Marrim një djath ekonomik që kemi do me thënë dhe mendojmë përgatime. Shtuam djathin, shtuam gjizën. Tani kemi këtu edhe vezët. Pra është një recetë shumë e thjeshtë që neve me këtë do me thënë thjesht bëjmë bashkimin e përbërësve që do të na duhen për të përgatitur. Dhe përbërësi i radhës është veza O Vital, veza që ne na nderon në gatimet tona, veza që ne nisim ditën dhe marrim të gjitha vlerat e rëndësishme ushqyese që proteina na jep në organizmin ton, dhe siç themi shpesh, veza, kjo kokërz e vogël, shumë cilësore, nga O Vital është burimi më i mirë dhe i shkëlqyer dhe i drejt për drejt që përftojmë në organizëm. Dhe me qënë se jemi këtu, pam që shtuam oriz në këtë recet, e çfarë tjetër, orizin gol pa diskutim, që është pjesë e përditshme e gatimeve tona, jo vetëm orizi, por vaj gjithashtu, nga kompania Teuta, këtë shportën e bukur që Kati na prezantoi pak më herët që nga amaranthi, nga meli apo mix të tjera të farash dhe drithërash, kinoa gjithashtu. Gjithmonë e më shumë, unë e di që edhe ju keni filluar t'i përdorni edhe zonja të një moshe të caktuar, ndoshta dikur përdoreshin më rrallë ose njiheshin më pak, sot fal edhe kompanive me një eksperiencë shumë të gjatë në treg siç është Teuta, i kemi pjesë të familjeve tona, të djetave tona dhe kemi mësuar që është e vërteta të ushqehemi edhe të gatuajmë më shëndetshëm. Dhe tjetër gjë që do doja t'ju përmendja është sigurisht kompania Atlas, një tjetër bashkëpunim i yni i gjatë edhe shumë i shëndetshëm, sepse sa herë që përgatisim receta me bazë mielli, mielli Ola është ai që na shkëlqen, si ajo buka e mrekullueshme që bëm dje dhe jo vetëm, e ndërkohë që meqense jemi tek ndryshme, në mërsira të ndryshme. Mielli po ta vësh re Kati edhe një stup ndonjëherë kur përgatisim dhe duam ta trashëm, na duhet qoftë një lug miell, ndaj bëm pjesë tek ato produkte që nuk mungojnë në asnjë familje. Edhe këtu për shembull mund të shtonim edhe miell, edhe oriz. Unë mendova do të thënë që ta sjell me oriz, po sigurisht që zvendësohet orizi me miell. Prandaj edhe aty tek përbërësit kam vendosur ose miell ose dhe oriz. Atëherë vendosim. Ndërkohë në fund fare Kati do doja të përmendja gjithashtu edhe vudin, meqense e lash pa përmendur sepse ishim duke diskutuar së bashku, janë salçiçet vudi nga Aja. Si që shihni në ekran, që na japin gëzim, shije dhe na zgjidhin vakte. Ato që e themi shpesh, sa herë kemi pikpyetje në kokë se çfarë duhet përgatisim, çfarë do ham shpejt e shpejt, kemi kohë të gatuajmë, do të çojmë fëmijët në shkollë, po një tost të thjeshtë, një sanduiç të thjeshtë edhe ja, vudi na vjen në ndim. Edhe ja. Ne tani për momentin jemi bërë gati për ta shtuar në tavë, që më përpara kemi lyer me vaj, edhe gjithë të masën e përgatitur tani do ta hedhim në tavë. Orizi është ai që do të bëjmë mbledhjen e lëngjeve, do të thënë që do ta mbledhi, plus edhe vezët. Po. Bëhet një tavë shumë e shijshme, e shpejtë dhe e kënaqshme mendoj për të gjithë. Furrën e kemi të ndezur, sa të qëndroj kjo në furrë apo dallohet? 180-200 gradë, dhe në furrë tani nuk është se do shumë, rreth 30-35 minuta. Okej, pra ne do ta kemi gati, ora është 9:11 minuta në këtë moment, ndaj në pjesën e dytë do ta kemi gati të pjekur. Sopza gjalpi,
i kam prek kështu në kubik, që të hedhim, do me thënë, në të gjithë hapësirën. Gjalpi është ai që jep atë shijen përfundimtare dhe gjithmonë kur kemi bulmet, është mirë ta përzijemi edhe gjalp edhe vaj. Po. Edhe të mendojmë dhe të themi atë që ka hikur ajo më që themi që gjalpi na bën dëm. E them gjithmonë këtë, sigurisht çdo gjë na bën dëm nëse e tejkalojmë, nëse e kemi domethënë në masa të caktuara, sigurisht që janë shumë të mira dhe të shëndetshme. E vendosim në furnë, thamë në një temperaturë 180-200 gradë dhe do ta lëmë për 35 minuta dhe do ta kemi gati. Shumë mirë. Dhe ne kalojmë në furnë duke ju kujtuar se kemi edhe 2 recetat të tjera për të përgatitur sot. Kemi recetën me argjinare dhe kemi recetën shumë të thjeshtë dhe të shijshme që Kati na prezantoi pak më herët me patate, ollinë, qepe dhe domate. Ne kemi rreth 2 minuta kohë. Çfarë do bëjmë në 2 minuta kohë? Atëherë le të vendosim, domethënë thjesht neve këtu tek tenxhere, do hedhim vajin dhe do të bëjmë kavërdisjen, domethënë të zbutjen e qepëve të njoma të hodhrave dhe më mbrapa domethënë do të shtojmë angjinaret. Është një recetë shumë e thjeshtë, por atë që thash edhe që në fillim fare është e preferuara ime sepse është një recetë shumë e shëndetshme. Vendosim fillimisht, kështu fillohet. Sobën. Dhe do nisim me vaj, besoj. Po, vaj është, si tu është produkti. Të vjuna të më do. Endeze. Mendoj që do një duhet të mësoj që të funksionoj dhe me duart e mia. Po, nuk është problemi duarve fare. Çështja është historinë të tu janë të lagur, sepse ti shkon shumë shpesh në lavaman duke larë duart edhe ndjeshmëria e tyre. Është e vërtetë, Anila, kjo është e gjitha. Atëherë vendosim vajin. Dhe më mbrapa sigurisht që këtu kemi qepët e njoma të cilat i kemi të grira holl. I hedhim, nuk ka nevojë domethënë që ta lëmë që të nxehet, të marrë temperaturë. Dhe nuk ka nevojë që të vendosim qepët më vete edhe hudhrat, por i hedhim të dyja në një kohë. Me thënë qepët e njoma dhe hudhrat e njoma. Ajo që ngelet tani do lëmë tani që na zbuten këto, edhe më mbrapa do të shtojmë angjinaret dhe sigurisht akoma më mbrapa do të shtojmë edhe kopër dhe majdanoz. Më shumë kopër dhe më pak majdanoz. Duhet të nxjehet aroma e kopërit. Po, do të kemi 2 tufëza kopër dhe 1 tufës majdanoz. Këto janë përbërësit që do të na duhen për përgatitur këtë, do të thoja për pjesën e hudhrës, tani që është pranverë dhe hudhrat e njoma janë më të njoma dhe janë më në treg. Është një sallatë e mirë që bëhet shumë e mirë me sallatën jeshile, me hudhër dhe me qepët e njoma, me uthull dhe vaj ulliri, është një sallatë e mrekullueshme që shijon mjaft. Po do ta bëjmë në një ditë, dhe e mbajta, po bësh, po. A do ta bëjmë sot vetë? Sikur s'kemi ëndra. Nuk është, jo, nuk është për sot, po e them si ide se nuk është ndonjë gjë që duhet parë. Okej, thjesht si ide. Mund ta sjell ndonjë ditë që mund të bëjmë pul me patate, sepse i shkon shumë. Po, e vërtet. I qëndron shumë mirë ajo recetës. Atëherë, ne do na duhet pak kohë që të presim edhe qepën të marrë temperaturën e dur edhe të skuqet. Thjesht do t'i hedhim vetëm krip. Po, një proces që Kati na e ka mësuar tashmë të rregullt, në momentin që vendosim qepën për të skuqur, duhet i shtojmë edhe pakës krip. Ne do të shkëputemi tani, ju e dini që kemi publicitet, fleshin informativ të orës 9:30 dhe bashkë me Katin jemi këtu, nuk do bëjmë gjë tjetër, Jo, do t'i presim anvisat këtu që t'ua tregojmë, domethënë hap pas hapi mënyra se si përgatiten këto 2 receta. Okej, dhe ne ju presim këtu, na prisni edhe ju. Ja, ku erdhëm, vazhdojmë të jemi në transmetim të drejt për drejt me Katin. Dhe jemi gati këtu të dashur Ambisa për të treguar recetën që neve kemi filluar, pra angjinare, të cilat i kemi përgatitur me qep të njoma, hudhra të njoma, kopër dhe majdanoz. Pra këto janë përbërësit për përgatitur këtë lloj recete, por shumë e shijshme dhe shumë e shëndetshme, ashtu siç ju thash pak më përpara. Por sigurisht që dhe mbas pak do të nxjerrim edhe tavën që neve kemi përgatitur me kunguj të njom, por jo vetëm, kemi shtuar brenda gjizë, djath, kos, qumësh, pra me bulmet. Vezë. Çfarë mund t'ju ndodhet ju në shtëpi, vezë patjetër Anila.
dhe thamë që mund të shtoni ose 2-3 lugë oriz, ose 2-3 lugë miell, çfarë t'ju ndodhet juve në shtëpi dhe çfarë ju pëlqen juve më shumë. Ato janë lidhse për të bërë, domethënë, një kungullore, them unë, të shijshme dhe të shëndetshme. Që ngjan sikur thua akullore. Akullore, kungullore, pranverore. Po. Bëm ne poezi për sot. Ashtu, tani, sepse e lash këtu, domethënë, e kam ulur pak temperaturën, siç e shikoni, janë, si thua, zbutur plotësisht, dhe është momenti tani që do shtojmë këtu angjinaret. Faktikisht, unë këto angjinare nuk i kam angjinaret e freskëta, që duhet ndonjëherë të marrim, sepse angjinare mund t'i bëjmë edhe ndryshe, mund t'i bëjmë edhe të mbushura, mund t'i bëjmë salat, edhe në këtë formë që unë i solla, kështu që do kemi rastin që të nxjerrim, domethënë të sillim edhe angjinaret të freskëta dhe tregojmë mënyrën se si pastrohen angjinaret. Është shumë e rëndësishme dhe mënyra e pastrimit të angjinareve. Tani sa të marri pak temperaturë. Po, se e kishim fikur gjatë kohës së shkëputjes? Do të kam këtu pra thash majdanos, do të edhe një pjesë majdanos, edhe do të edhe kopër. Po. Si që shikoni, kopër kam më tepër. Po. Gjithmonë këtë pjesën e bishtave. Pra kjo është receta e dytë që ne po përgatisim për ditën e sotme dhe do të kemi edhe një recetë tjetër të shpejt dhe shumë ekonomike, sepse ka aq pak përbërës, ka patate, ullin, qep edhe domate, sigurisht kri, piper, pastaj këto janë pjesë e çdo recete, por është nga këto përgatitje të vakteve të shpejta, kur nuk keni bërë diçka për drek, mjaftojnë disa kokra patate, përgjithsisht patate qepa ndodhet në shtëpi, ndër bëm pjesë tek ato. Është vërtet, patate qep janë gjëra që kemi me sasi dhe sigurisht që gjithmonë kemi në familjet tona. Atëherë në momentin që shtojmë edhe erëzat e freskëta, i bëjmë një përzierje, ndërkohë këtu që kemi edhe ujë të ngrohtë. Po. Duhet me patjetër, kemi thënë gjithmonë kur kemi që përgatisim gjellën, në anë të sobës tonë, bajmë edhe një tenxhere të vogël me ujë të nxehtë. Ose tani kanë nga anvisat edhe nga to ngrose të ujit, të cilat i kanë më me kollaj. Tani është momenti që të shtojmë këtu edhe piper. I shtojmë dhe pak piper të zi. I përzim thjesht që të bëhet një kavërdisje e lehtë dhe do të hedhim ujë pak më poshtë se masa e angjinareve, jo shumë ujë. Dhe dua që ta ulë temperaturën e sobës dhe ta lëmë që të bëhet në temperaturë të ulët, në mesatare, që të na ngelet me lëngjet e veta. Edhe të nuk duam shumë lëng, dhe dihet që angjinaret nuk është se janë lidhës të mirë, domethënë të lëngut, kështu që qepa dhe hudhra e njom ndihmon për të lidhur lëngun, por është ajo që themi që nuk hedhim shumë ujë për të mos ta u bërë me shumë lëngje. Edhe pak një përzierje të lehtë akoma, edhe do të shtojmë edhe ujin e ngrohtë. Le ta lëm pak këtu, edhe sa të shkojmë, domethënë për të treguar dhe filluar recetën e radhës, dhe nëse do të kemi kohë, si të kemi atë kohën këtu në studio, të dashur anvisa, neve me një lugë miell ose shumë, me 2-3 kokra ves, pak qumësht, do të bëjmë një omlet të shpejt, dhe kjo është për një mëngjes, kalojmë një mëngjes të mirë, ose edhe, se jo, edhe në drek ndodhë ndonjëherë që të bëjmë një omlet, që është më e plot se sa ajo që bëhet thjesht vetëm me ves, kështu që por do shohim si do jemi me kohën. E ndërkohë pak ujë tek s'ka gjë se tani thahet. vajin të lutem Anila, fillohet me vaj edhe me qepën. Po, ndërkohë doja të thoja për furrën jemi okay, besoj? As një 5 minutë çdo akoma dhe jemi në rregull. Okej, në rregull. Pra, do ta lëmë edhe 5 minuta dhe do të nxjerrim nga furra tavën me recetën e parë që kemi përgatitur. Nëse e keni humbur mënyrën e përgatitjes së kësaj recete pak minuta më vonë, pra kur ne të mbyllim pjesën e kuzhinës, mund ta gjeni në YouTube, në 2 kanalet tona zyrtare, News 24 dhe Villa 24. Aty gjeni sigurisht ditën e sotshme, por edhe të gjitha recetat e gatimit dhe gjithçka që kemi kryer në këndin tonë të kuzhinës ditë pas dite në këtë sezon të gjatë. Atëherë të dashur anvisa, neve kemi filluar këtu me qepën, kemi hedhur vaj dhe qep, dhe ndërkohë që thamë një recetë shumë e thjeshtë, por bëhet shumë e shijshme. Edhe shihen më të madhe këtu tek patatet janë ullin që japin një shije të veçantë dhe bëhet një akni e veçantë me patate, me ullin,
me qep dhe me domate, do me thëmë pure domate. Është diçka që nuk e keni shijuar, do shta ambisa ka që mundet ta keni bërë, por përgatiteni dhe do shikoni që do ju pëlqej jashtëzakonisht shumë. Tani është momenti që të shtojmë edhe ujë ashtu si që thash pak më përpara, dhe ujin e hedhim në masë të angjinareve. Madje më pak se masa. Okej. Kaqë? Po, nuk duhet më tepër, thjesht tani këtu duhet vendosur kapaku. Nuk i hedhim asnjë gjë tjetër, do me thënë nuk përdorim salsa, e duam kështu do me thënë të jetë me ngjyrën e vet të angjinareve. Tani do t'ulim temperaturën me patjetër se nuk do kaq temperaturë të lartë. Okej. Edhe le ta marrë dhe këtë tenxherën ta kem andej për të përgatitur dhe recetën e radhës. Kemi dhe ujin gjysmë gati, sepse kemi të ngrohtë. Ta e që vesh se ujin këtu. Atëre, skuqja i qepe. Edhe Anila të lutem, unë dua edhe kripën dhe piperin. Po t'i japun kripën edhe piperin. Ja ku i ke. Faleminderit. Të lutem. Kur i kemi, do me thënë, ullim të janë të kripur për mbajnë krip, kështu që duhet të kemi kujdes edhe për punën e kripës. Që mos ta teprojmë me shian. Pasi zbutim qepën, do të shtojmë këtu ullin. Ullin të prera, do me thënë duke hequr pjesën e bërthamës. Edhe me dhe ullin. Ulliri ka një shije, jashtëzakonisht të mirë, një shije, përdoret shumë mirë edhe në fileton e pulës, që më ta përgatisim, do me thënë me spesa, edhe me qep, edhe me ullin. Bëhet shumë e mirë edhe kjo lloj recetë. Ja, ca kombinimet të tjera që Kati na i tregon teksa gatuan, të cilat ju duhet i dëgjoni. Jo vetëm me mish, me pak përbërës, me shumë shije, edhe një gatim i shëndetshëm. Tani është momenti që të shtojmë dhe patatet, liti kullorët e t'i hedhim. Pasi i kemi larë dhe pastruar, i ruajmë për disa minuta në një enë me ujë që të mos nxihen, derisa t'i vi koha për të shtuar në tenxhere edhe të gatuhen me përbërësit e tjerë. I ka vërdisim pak patatet, edhe më mbrapa të shtojmë edhe puren e domates. E kam thënë aty një, do me thënë në varet nga sasia e patateve, një filxhan pure domate, ose një lugë të salsës domate, do me thënë salsë koncentruar. Marim dhe pak ujë këtu. Ajo që mundet, do me thënë ambisat nëse duan, mund të shtojmë dhe një gjethe dafin. Vetëm për një 5 minuta, jo më tepër, thjesht të nxjerr një shije dhe të largohet, do me thënë mos alëm shumë brenda tek pjesa e patateve. Jemi në rregull, të shikoj tani se kam atë pjesën e të tavës që kemi në furrë. Se e ndjej që duhet jetë gati, Gati më duket, po të shikojem në syrin tënd për të qenë më në rregull, se sido që t'jetë ti e di më mirë? Jo, është gati. Është gati. Mos ta nxjerrim, le ta lëm ta fikim. Do e lëm dhe pak në furrë? Okej. E fikim këtu edhe nxjerrim pak më vonë që të hapim edhe vendin këtu. Okej, në rregull. Mos të plotësojmë. Ku do të kemi kohë të lexojmë pak edhe recetat, të cilat i kemi prezantuar tek ju në pjesën e parë. Është momenti ti rikthehemi edhe një herë. Mund t'i lexosh Anila sa unë të përmbledh dhe tryezën, të heqsa gjëra të panevojshme. E përmbledhim. Unë përmbledh recetat, Kati përmbledh tryezën. Sot kemi përgatitur argjinare me hudhra e qep të njoma. Për këtë recetë duhen 8 argjinare, 2 tufa qep të njoma, 1 tuf hudhra të njoma edhe këto, 2 tufa kopër, 1 tuf majdanoz, vaj krip edhe piper. Argjinarja është ende në tenxhere, drejt përfundimit dhe pas pak minutash do ta kemi në pjatë. Gjithashtu do të nxjerrim nga furra. Kungullore e kripur është një recete e cila përfundon në furrë, ndaj do ta shihni pas pak se si do të jetë rezultati i saj final. Këto janë përbërësit që do t'ju duhen nëse do ta zgjidhni për ta gatuar 4 kungulleshka, të cilat i grim në rende imët. Përzierja më pas është bërë me këto përbërës: 3 kokra vezë, 1 filxhan qumësht, na duhet kos, gjysmë filxhani, 300 gram djath ose gjizë, ne kemi shtuar pak djath të bardhë dhe pak gjizë, varet çfarë kemi në shtëpi,
3 lugë miell ose oriz, vaj, gjalp, krip edhe piper. Një recetë e thjeshtë, shumë e shijshme, që bëhet edhe në pak minuta, ndaj mund ta keni propozimin tuaj për drekën sot. Dhe akoma më thjesht dhe edhe më me pak përbërës është receta e tretë që ne nisëm në këtë pjesë të dytë, do ta përfundojmë po tani, dhe është patate jahni me ullinj. Në realizimin e kësaj recete janë 5 patate, sigurisht në varësi për sa persona po gatuan, apo sa të mëdha janë patatet, një kokër qep, një filxhan pure domatesh ose një lugë salc, 150 gram ullinj, vaj, krip edhe piper. Sigurisht ullinj pa fara, sepse do të gatuhen. Dhe këto ishin 3 recetat për sot, shohim se ku jemi. Edhe shumë mirë, Anila, sepse jemi fiks në momentin e duhur, sepse duhen patatet të kapërdisin bashkë me ullinj, dhe pastaj të hidhet salca. Pra, nuk i hedhi me njerë salcën kur hedhin patate, sepse salca e forcon patate dhe nuk e lë që të zjedh. Kështu që duhet bërë ky veprim. Hedhim edhe salcën. Shtojmë salcën ashtu si shtojmë gjithmonë. Në qendër kështu, e ka vërdisim pak për të hikur era e salcës, e ndihmon më mirë, dhe pastaj bëjmë përzierjen me patatet. Hellam këtu. Ndërkohë këtu kemi vendosur edhe ujin që të na bëhet gati. Afrojmë këto pak më këtej dhe nxjerrim ato. Ja, afrojmë më këtej, ne i largojmë më këtej. Ti shohim një çik të paketimet këtu. Po, mund t'i shikosh Anila ti. Të herë, amaranthi, që është kaq i këndshëm me këto kokrizet e vogla, është shumë i lezetshëm. Prisë na reflekton pak qesja ja. Ka fibra, ka kalcium, si që e lexoni. Keni në pjesën e pasme gjithmonë të ta kujdeset që të ketë edhe receta dhe mënyrën se si mund ta përgatisni. Se ndoshta e shikoni në treg dhe thua, ok, unë do e blej këtë amaranthin, po çfarë do bëj me të? Keni përbërësit dhe mënyrën se si mund ta përgatisni, gjithashtu edhe një lloj historiku të vogël në lidhje me çdo paketim që ju lehtëson punën për të marrë më shumë informacione. Farakiat besoj se i njihni pak më shumë, kështu që nuk po i shohim shumë gjatë. Çka kemi tjetër këtu? Miell hikre. Do me thënë ka me edhe proteina, në farza edhe në pak miell. gluten, që është e rëndësishme për njerëzit që e kanë të përjashtuar për glutenin nga regjimi i tyre ushqimor. Hikrën në këtë rast e kemi kokër, pra vjen dhe në kokër edhe në miell. Me mish, me karot, me qep, patate, majda gjetë dafine. Interesante kjo për të kthyer në një Po, Anila, doja të thoja anvisave që hikrën mund ta përdorim në vend të orizit, ta hedhim brenda tek tava. Mund ta. Po, patjetër. Do të thënë gjen vend edhe për të zëvendësuar orizin në shumë sepse receta. është si një lloj, domethënë, familje që kombinohet dhe shkon, domethënë, ku shkon orizi mund të shkojmë edhe hikër. Domethënë të vendosim hikër. Tani sa ne diskutuam edhe folën Anila që tha për këto produktet e tjera, unë siç e shikoni, janë shiko si bëhet tani kjo që ajkoset themi neve patatet. Dhe tani është fiks që të shtojmë edhe ujin. Dhe duke bërë kështu, atëre edhe tani është një sekret tjetër i kësaj, që hedhim një garuzhde, e përzijem prap dhe pastaj hedhim pjesën tjetër të ujit. Do me thënë nuk ja shtojmë të gjithë sasinë e ujit në pjesën këto. Ja, merr këtë valën kështu, shiko si bëhet lidhet lëngu? Po, e kuptoj. Bëhet i ajkosur. Trashet lëngu. Ky është një sekret që edhe ta ulim pak tani se s'do kaq shumë temperaturë. Si të gjitha gjellët që në momentin që bëhen të mira, duhet që ta kemi. Këtu tani, te këto, duam 2 gisht lartë. Jo më tepër. Aq, sa të mbulohet. Është mjaftueshëm. E prap ngeli ai lëngu i lidhur. I mpiksur. Do zjem patate, do të ketë edhe atë. Tani do t'i hedhe edhe një 2 qese dafine të vogla unë. Ta heqim dhe këtë ta marrim andej. Uj, s'do dojmë, kështu që thjesht do duhet të lihen sa të zje patatet, të cilat nuk duan shumë kohë. Me që neve kemi kohë, Anila, do nxjerrim atë nga fura, do heqim, unë do ta vendos këtu. Do vëmë një tigan dhe bëjmë një omlet. Shiko, o Kati, apo s'kemi kohë? Kemi shumë kohë. Ha, sa kemi? 7 minuta. Më le ta bëjmë një omlet. Po të shërbejmë mirë këto që kemi më të rëndësishme. Ja, do t'i shërbejmë tani. Që e disa kohë të duhet, por që thjesht... Ja, të parën e heqim ne dhe e kemi në kryes. Do me thënë, kungullore do të nxjerrim tani nga fura. Recetën e retuam pak më herët, është shumë e thjeshtë në përgatitje, pra ato përbërësit që pamë në recet i bëni të gjithë bashkë dhe... Sa të mire ka aroman? Është shumë e mirë.
Tani ndërkohë që sa të ashun, neve dëgjo. Ha, Çfarë duhet këtu asnjë gjë? do ta bësh që do ta bësh. Një lugë miell, Okej. do hedhim një 3 kokra ves, po më duket se jeti gani vogël, po s'na merr vendi atje, po mirë është. Do bëhet pak më e trash. Para se të hedhim vezët, nuk e di sa shumë, të hedhim pak qumësht fillimisht, Një pirun, që të trazuar. që të tretet mielli në qumësht, pastaj të hedhim vezët, se po hodhëm vezët, nuk tretet mielli. Me thënë ngelet të brënda, si copza. Të hedhim dhe vaj. Tani mundet të hedhim vaj më tepër, mund ta lën edhe me pak vaj fare, sepse kur kemi tigan që nuk ngjit, nuk ka nevojë dhe për shumë vaj. Po, Të hedhim, 3 kokra ves. janë të forta këto. Janë të forta, por ajo që mua më intereson janë që ka të verdhën e vezëve që është ashtu, e plot. Edhe bëjnë vezët një gatime të pafund tani, edhe në pranë verë, edhe në verë, mund t'i përdorim shumë në këto që të bëjmë kim me vezë, me qep të njoma, me qep të thata më falë domate. Jo dhe me qep të njoma bëjmë. Me po pra. Këndohëm se... Me erza të freskëta edhe shpejt bëhet. Kri piper. Shplaj pak dorën unë edhe... Ja, nëse se keni përgatitur mëngjesin për sot, por ju që zgjojeni vonë, që keni kohë të bëni atë mëngjesin në orëve të vona. Po si një omletë, më thënë që mund të përgatisim edhe në drekë. S'kemi një salata, jo salata që thash, jeshile me hudra të njoma, me qep të njoma, edhe kështu dhe një omletë e tillë, sigurisht që e kemi, me thënë, të saktë për të kaluar vaktin e drekës. Edhe pak do t'a lë, të servirim neve Okej, servirim argjinaret, po. të kemi edhe këtë në tryes. Okej. Një aromë të mirë ndjeju nga argjinare. Ndjej këtë të kungullores nga që jam afër. E ka shumë të mirë aromën, shumë të mirë. Nuk e presim dot se është e nxehtë, pa ajo të dalë në formën e një, me çfarë ta krahasoj, me një pastiço, me një byrek të butë. Sufle. Se është goxha e shkryfët. Edhe kjo është një gjellë që bëhet shumë e mirë. Gjella ime e preferuar. Me vërtet? Po. Jashtëzakonisht shumë më pëlqen kjo lloj. Okej. Dhe ja. Edhe e kënd me kështu, a? Po, edhe nëse dua manila, pak vaj ulliri sigurisht, do t'ishte për të dhënë atë. Atë shumë përfundimtare. Do t'a lëm këtu. Shumë të mira ka aromën. Aromën e ka të mira, argjinaret janë shumë të mira. Shumë e mirë. Tani vaji është përgati, ta hedhim. Ajo bëgati, përfundojmë omletën dhe duke parë si do jepje me patatet, ndoshta i tregojmë thjesht nga tenxherja, nëse nuk do t'jetë bërë zyrja e plot. Megjithatë është sërish edhe patatet me ulli, një alternativë interesante e një dreke të shpejtë që mund të përgatisni. Goxha alternativa ju kemi dhënë sot në fakt, si të një vakti të plot të asaj pjatës së drekës, që është receta me argjinare. Kungulloren mund ta keni gjithashtu një alternativë, ndoshta edhe për darkë. Kungulli është i lehtë në fakt, bën pjesë të eksperimentet më të lehta në përdorim. Ka vezën, qumshtin dhe bulimet brenda, ndoshta do t'ishte edhe një darkë e shishme për ju. Gjellëm në patate. Gjella me patate, shikoj se sa e mirë, do me thënë, edhe tu neve në studio na vjen një aromë shumë e mirë, nga pjesa, do me thënë, e ullinjve, dhe ndërkohë që edhe kjo pjesë e dafinës, i dha një tjetër aromë, edhe sigurisht që do t'ketë edhe atë shijen e mirë. Edi, le të servirim pak, nuk ka rëndësi. E servirim pak, po pse jo, pse jo. Jetë edhe kjo pjesë e tryezës. E themi gjithmonë që kur na ndodh edhe nuk që ka duan më rëndësi. shumë kohë, i shërbejmë në pjatë për të krijuar një ide. Përfundimisht. Edhe ne i kthejmë prapë në tenxhere. S'ka gjë. E rëndësishme është, me thënë ta tregojmë kështu siç është, si jahni me patate që themi ne. Që të shikoni dhe copëzat e ullirit dhe të kuptoni se çfarë ka të veçantë kjo recetë. Shumë mirë. Nuk do të hedhë, no?
Pra, Katja, tani po mendoja, dhe me thënë, nëse llogarisëm të dyja pjesët tona të kuzhinës, duke hequr pjesën e shkëputjes që ne kemi, pra në 40 minuta, transmetim live, ne jakni e preferuar, me shumë e mirë si jakni. Kemi bërë 3 pjata të plota, 3 vakte të plota, edhe një omlet për këto vaktet më të lehta. Kështu që, nëse duhet me se zbën të rim në kuzhinë gjatë, po pra po. Mjafton të dim çfarë do gatuajmë, të marrim idet, ndaj dhe Katin e kemi këtu, për të na dhënë ide të përditshme, për të na zgjidhur përgjigjen e pyetjes çfarë do të gatuaj sot për drek, edhe qoftë me gjërat që kemi në shtëpi, pra shpesh Kati gatuan edhe me ato që na kanë mbetur, për të kuptuar që asgjë nuk duhet të shkoj dëm, qoftë edhe një kokër patate dhe një kokër qep mund të kthehet në një gjell, në një pjatë dite, qoftë edhe për të ndryshuar shijen, pra për të provuar një gjë të re, se është e rëndësishme edhe ta shijojmë atë që bëjmë, pra jo thjesht të kemi bërë një drek, por edhe ta shijojmë me kënaqësi atë momentin e të mbledhurit rreth e qark tryezës, se duhet thënë dreka është momenti ku qëndrojmë më gjatë dhe konsumojmë pak më shumë. Mëngjesi shpesh është me nxitimin e orëve të para të ditës, darka gjithashtu është një vakt pak më i lehtë, kështu që mbetet dreka që do një rëndësi më të madhe dhe që edhe ju në shtëpi i kushtoni më shumë kohë. Ne i mbaruam, një sy të shpejtë të gjithave të lumshin duart. Faleminderit e dashur, mund ta shoqëroj me një domate kastravec këtu në anë, me pak djath nëse, është një lloj tjetër, si të thuash, serviri, por jo vetëm, akoma edhe thash me një sallatë jeshile që mund ta përgatisim me hudhër edhe me qepët e njoma. Këto ishin recetat që neve kemi menduar për sot, për ambisat tona që i duam shumë. Ju urojmë si gjithmonë një ditë bukur në vazhdim. Kaloni sa më bukur. Ju duam shumë, unë dhe Anila këte nga studio. Dhe miru takofshim nesër këtu në të njëjtën orë me ide të reja, receta të reja, edhe si të thuash të shpejta, edhe ekonomike, edhe të shëndetshme. Të lumshin duart, Katarina. Të falenderoj për gjithçka që na solle. Kënaqësia është e imja, nesër në mëngjes do jemi së bashku përsëri për zonjat e zotrin që presin të shohin edhe të shijojnë nga larg gatimet tona. Bëjni edhe ju në shtëpi edhe me siguri do të mbeteni shumë të kënaqur. Tani kemi hapësirën publicitare, do të takohemi përsëri pas reklamave.